shqiptare të futbollit, internshipi është më shumë se një praktikë. Është një mundësi për të mësuar, për të zhvilluar dhe për të hedhur hapat e para drejt në karrierë. Studentët që bëhen pjesë e programeve tona dhe punojnë pranë departamenteve tona, fitojnë një eksperiencë reale, ku puna në grup, profesionalizmi dhe pasioni për futbollin ecin së bashku. Disa nga ish praktikantët tanë sot janë edhe kolegët tanë. Atëherë unë nisa internshipin këtu nga një njoftim në faqen zyrtare të Federatës Shqiptare të Futbollit. Ishte një mundësi shumë e mirë. Unë atë moment sa kisha mbaruar edhe bachelorin, edhe e gjeta veten shumë afër një stafi shumë profesionist këtu, të cilët më ndihmuan shumë edhe ishin gjithmonë të hapur për dëgjuar edhe idetë e mia. Dhe pas kësaj eksperiencë shumë të mirë në internship, mu dha dhe mundësia e punësimit në departamentin e PR-it. Prej 2 muaj që bëj internshipin pranë departamentit ligjor licencimit në Federatën Shqiptare të Futbollit, ku praktika ime aty konsiston në kontrata dhe çdo çështje tjetër gjyqësor. Gjatë praktikës stafi më ka pritur shumë mirë dhe më ka bërë që të jem më komforte në zonën ku unë po praktikohem. Gjatë praktikës jam ndier shumë mirë, stafi ka qenë shumë ikpritës dhe shumë suportues dhe më ka ndihmuar të rritem profesionalisht. Në fund të praktikës unë pajisëm një letër referencë, e cila mendoj se do të më ndihmojë në mundësitë e punësimit të ardhmen. I'm Hannes, I'm from Germany and I work for Red Bull Leipzig as a coach in academy. And a friend of mine introduced me to the opportunity of making an internship at the federation. So I sent my application and my CV and got accepted. And yeah, I'm really thankful and grateful for the opportunity to be here and to learn some things and make my own experience abroad from Germany.